Gjendet e pajet pas 3 muajsh zhdukur 35 vjeçaria shqiptare në Itali, autoritetet zbulojnë detajet e para. Floresha Prengu, 35 vjeç, banore Trentos në Itali dhe nënë e 2 vajzave u gjet e vdekur 40 kilometra larg shtëpisë së saj përgjatë lumit. Adige, trupi i saj u identifikua këto të njëjtë nga familja e saj, e cila kishte shpresuar deri në fund për një tjetër rezultat. Floresha me origjinë shqiptare u pa për herë të fundit në qendër qytetit në 22 tetor. Pas zhdukjes së saj, familja menjëherë ka kontaktuar policin dhe publiku duke kërkuar ndihmën e tyre për gjetjen, për të gjetur një të afërm. Kërkimi për Floreshën u bë në shkallë të gjerë duke përdorur patrullat lumit, zjarfikës vullnetar përgjatë lumit, Adige si dhe helikopter për kontrolle ajrore, por nuk dha rezultate konkrete, shkruan Corriere. Për më shumë se 2 muaj, kërkimet u shpërndan përtej kufive të Trentinos dhe të gjitha prefekturat italiane u informuan për zhdukjen e saj. Sipas autoriteteve mendohet se 35 vjeçaria u mor nga rryma e lumit Adige, së cilës nuk arriti dot të mbijetonte.